Vlora është në pritje të një ngjarje të jashtëzakonshme sportive siç është Giro d'Italia, ndërsa Bashkia e Vlorës kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimet e kalimit të automjeteve dhe parkimin në rrugët kryesore të qytetit dhe në disa segmente të domosdoshme për mbarvajtjen e kësaj gare ndërkombëtare që do t'i kthejë sytë të gjithë botës nga Shqipëria. Ditën e diel nga ora 11 deri në orën 19 do të kufizojnë lëvizjet në Lungomare, bulevardin e qytetit, rrugën e re, në Pusmezin dhe ndalohet parkimi në rrugën Sulejman Delvina. Për këtë ngjarje të rëndësishme që është edhe historike për qytetin e Vlorës, kryebashkiaku Ermal Dredha ka dalë me një deklaratë ku kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për bllokimin e segmenteve rrugore ditën e diel. Marrë ditë të mbarë këtu nga skela jonë e dashur, vini përpara një javë të ngarkuar këto evente dhe mbyllet të fakti në një event madhështor që është Giro Italis. Është dita finale që organizohet në qytetin tonë dhe ky mesazh shkon për gjithë qytetarët e Vlorës si mesazh sensibilizimi të marrin masat i bashkohen këtij aktiviteti, sepse në fund të ditës ne po promovojmë Vlorën, po promovojmë Shqipërinë, po promovojmë kulinarinë, historinë, po do një artin gjitha bashkë dhe do një herë në jetë. Nuk është se Shqipëria ka pasur aktivitete kaq të mëdha, prandaj të bëjmë sy e vesh i bashkohemi këtij aktiviteti që do të na bëjë krenar të gjithë. Për më tepër kam marrë me këtë drejtoresh në turizmin që do të japi gjitha detajet sa i përket akseve rrugore do të bllokohen përgjatë këtij aktiviteti që mezihet për të gjithë. Duke uruar një ditë të mbarë, shpresojmë kuptimin tuaj dhe në bashkëpunimin tuaj. Faleminderit.